Ai është për energjisë të do bëj kështu më ti. Tu momentalisht është një bluzë e bardhë edhe një njollë e zezë. Si, Mateo? Tu është një bluzë e bardhë dhe një njollë e zezë, ke bluzë. Ndaj lajmë dhe atë njollën, dhe heqim. Lahat. Lahat, me? Detergjent nga këto që kanë ardhur tani me buxhetin. Varças gasatori, gasatori e mirë. Varças gasatori ke. Unë kisha shumë shpresë këtë djali, po ky Unë kisha shpresë fare që fillim, me thënë drejtë. Që kur erdhim tha doja të flisnim çik bashkë aty vuna vizë. Ti pa ftyrë më burr. Ti mosha bab se ne ban be rrend zotin. Po le mos e prisha të marrë, mos u merr. Ti ban be rrend zotin. Që ke i pa ftyrë. Ti shko, merru të mirë. Kush më gjen depresion. Ka qenë situatë kaotike në shtëpi për një kohë shumë të gjatë. Ja publicitar ke shtabë që bëjmë be rrend zotin. Dhe ti nuk u interesova as ta dije nëse këto gocat kishin bukë për të ngrënë apo mbijetonin ndonjë. Absolutisht nuk e mirë pres. Edhe unë e kam duar trokitur Malin për të që ka bërë. E kam pritur kur i mat ka dalë, e kam pritur që të vinte. Dhe jo të vinte që të përulej. Po për faktin që për moshën mund të kishte nevojë për një person afër. Dhe të betohemi kam thënë mamit që nëse vjen, do ta ndihmojmë për çfarë do lloj gjëje të ketë nevojë, pavarësisht çdo gjëje. Po ky njeri nuk e bëri asnjëherë. Pra ai nuk e kuptoi gabimin, as kur ishte brenda dhe as kur doli jashtë. Dhe unë në binda që pas vdekjes së tij mësova disa gjëra që ai prap nuk e kishte kuptuar. Kam përshtypjen që ai kishte ndjerë që nuk ishte mirë. Sepse kishte kopësirur disa gjëra që në atë në jetën tënde të përditshme as nuk të shkon mendja ti bësh ato gjëra. Edhe kur i kam zbuluar isha kështu thash, okay. Ndoshta ka ditur që diçka do të ndodhte, që do ndronte jetë. Që moshe kishte ndodhur në momentin që ndroi jetë? 69. Mami sa është? 63.